Mirdita të gjithëve, mirdita. Çfarë po ndodh në botë vitet e fundit? E keni menduar ndonjëherë? Teksa po pret çuna të pim kafe në mëngjesit, doja t'ju flisja për këtë sepse shumë njerëz flasin, por ky është thelbi, besoj, thelbi i ekzistencës, thelbi i diskutimeve që ne bëjmë, sepse nëse keni vënë re, deri në vitin 2000 çdo gjë ishte neutro, ose ishte e qetë. Dhe si është e mundur që në një kohë shumë të shkurtër, pra sepse kanë kaluar 25 vjet, dikush thotë që është shumë e gjatë, është një kohë shumë e shkurtër, po ndodhin gjithë këto gjëra. Dhe ajo që do ndodh më vonë është akoma më fort. Nuk dua të përdor fjalën e rëndë, ndaj po mundohem që të flas me pak me delikatesë, sepse ka disa që nuk i përballojnë dot këto informacione. Megjithatë, kush është këtu rastësisht dhe nuk e ka bërë, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Çfarë po ndodh në botë? Çfarë po ndodh në botë? Shiko, deri në vitin 2000, nëse e keni parasysh, në çdo kush ka lexuar, kush ka parë dhe kush ka qenë për shembull jashtë Shqipërisë, e di shumë mirë që në të gjitha vendet kishte një stabilitet. Pra, nëse e mbani mend, Italia kishte një stabilitet, Greqia po ashtu, Franca, Amerika etj. Kurse duke filluar, sepse kush e bëri destabilizimin? Destabilizimin e para njëri ishte shkatërimi ose neutralizimi i politikës së mëparshme, pra të komunizmit. Dhe në të gjitha vendet, duke filluar ish Jugoslavia, deri sipër nga Polonia, Rumania, filluan edhe Shqipëria, filluan që të destabilizonin dhe të hiqnin, pra të shfarosnin politikat e mëparshme. Dhe nga aty filluan trazirat, por ishin trazira që fillimisht nuk e dinin këto shtete, Shqipëri, Turqi, Greqi, Amerikë, apo sepse edhe Amerika, apo Itali etj. Apo Gjermani. Pra u detyruan në vitet 90 që të merrnin ose të hapnin dyert për emigracionin. Për emigracionin evropian po flas. Kurse tani po ndodh tjetra, për emigracionin botëror. Pse? Sepse po ta shikoni, është një analizë kjo që doja ta bëja së bashku me ju, më dëgjoni me vëmendje, do dëshiroj një komentin tuaj. Tani ka filluar emigracioni botëror. Këta, me fjalë, nga Italia shkojnë drejt vendeve tjera. I detyrojnë që të vënë drejt vendeve tjera, drejt Shqipërisë, drejt Amerikës apo ku ta diun, dhe amerikanët detyrojnë që të ikin nga Amerika. Jo të gjithë, por detyrojnë një pjesë të njerëzve që të lëvizin. Shiko, është një mendje, nuk është një mendje njerëzore. Është një mendje tepër komplekse që ne nuk mund ta kuptojmë. Mendoj unë, nuk e di tani, sepse po ta shikosh nga sipër një situatë të tillë, shikoni se çfarë po ndodh. Për shembull, edhe ato fajlet që kanë dalë tani të Epsteinit dhe ku ta di unë, pse nuk dolën më përpara dhe pse bëhen të famshme tani dhe pse shtyhet kaq fort për ato fajle? Nuk e dinin këta që ka njerëz të tillë, sot ne e dim shumë mirë. Pra, do t'ja bëjnë analizën në fund, pastaj kush është mendimi im, unë po bëj një analizë totale, pastaj në fund fare do të them se çfarë mendimi është ai imi. Dhe po ta shikoni, pra situata po është si një volum, nëse keni parasysh, volumi një radioje. Ngre radion, volumin e radios fillon dhe ulet. Është tamam kështu. Kështu e kuptoj unë. Pra kështu e ndjej. Të gjitha problemet që kanë filluar prej vitit 2000, po ta shikoni. Dhe unë nuk e heq nga mendja që Nostradamus kishte të drejtë, ose kush i shkruajti ato që gjoja Nostradamus kishte thënë që në vitin 2000 do prishet bota. Dikush ai që i ka projektuar, apo ndoshta dhe Nostradamus kishte të drejtë. Sidoqoftë. E them që kanë të drejtë sepse po ta shikoni, volumi po ngrihet dal nga dal. Thash, nuk dua të përdor fjalë të forta, sepse disa nuk i përballojnë dot, por volumi po ngrihet dhe do ketë probleme të mëdha, sipas mendimit tim. Shikoni si po shtohen këto volume, por kë prek më shumë. Këtë duhet menduar mirë. Kë prek më shumë? Prek shtresën e ulët apo prek shtresën e lartë?
dëgjoni me kujdes, është mjaft e rëndësishme kjo. Pra, ky volum, ose kjo rëmuj, ose ky kaos, kë prek më shumë, si pas jush, ju si thoni, prek shtresën e ullët, pra njerëzit e thjesht ata që janë të varfër, apo prek shtresën e lartë, pra shtresën e pasur. E dini se kush vret veten, vrasin veten ata që nuk ja dalin dot sepse janë ambientuar, janë mësuar në një formë të tillë. Pra që kanë vjedhur, kanë bërë, apo ndoshta edhe nuk kanë vjedhur, por kanë jetuar që kanë prodhuar. Dhe tani duke mos prodhuar më të njëjtën gjë, vrasin veten. Një i varfër nuk e vret veten. Nuk e çan kokën sepse ashtu ka qenë dje, ashtu është sot. Pra, unë mendoj që këtu po bëhet një pastrim për llumin që kishte pllakosur prej vitesh. Mendimi im, ju si thoni. Pra, unë mendoj që ai diskurs, si quhet, ai diskutim që bëri Donald Trump para disa viteve, kur ishte për herë të parë presidenti i Amerikës, që tha unë do të luftoj ball për ball me Deep State, ajo unë mendoj që është po bëhet reale. Por nuk jo për Deep State-in e Amerikës, kujdes, por për ata lobe, ose ata mason, apo ata iluminat që thuhet që dominojnë. Pra, këtu po synohet për mendimin tim. Shikoni, nuk kishte ndodhur asnjëherë që në Davos kishte një përplasje kaq të madhe. Për ata që nuk e din, Davos është një vend, Economic Forum, që për ata që nuk e din, ku mblidhen njerëz potent dhe kur në vitet 2015, nëse mbani mend, dëgjoni me kujdes, në vitet 2015 kur filluan që të tregonin se ku mblidheshin, sepse fillimisht mblidheshin në sekret, disa, dhe një pjesë prej tyre ishin dhe të Davosit, ata që shkojnë në Davos. Kur mblidheshin në disa vende, filluan që të fliste populli. Shiko, mblodhen këtu, bile ka folur edhe Rai. Me një fjalë, këta pse mblidhen në fshehtësi. Dhe nga aty ata u detyruan që të dalin, të mos fshihen, mos takohen në fshehtësi, po takohen publikisht. Sepse janë të detyruar, por ndonse vendosin ende, por me kalimin e kohës, dal nga dal do sistemohen. Pra dal nga dal do ulet niveli i vendosje, sepse nuk do t'jenë ata pastaj që të vendosin, do vendos dikush tjetër. Pra, unë po them që po u heqin supermacin atyre që vendosin më përpara. Dhe në qoftë se kjo hipotezë është e vërtet, shumë probleme të mëdha do të ketë. Shumë, sepse është si një puna e një kofshe të një mishi që kanë qend. Në qoftë se ka disa qen, pra 3-4 qen janë aty që duan të rrëmbejnë kofshën, askush nuk mund ta lë. Kërkojnë që të gjithë që ta mbajnë. Dhe do ketë përplasje të mëdha. Kjo për shumë arsye, sepse e gjithë kjo unë mendoj që edhe për një pastrim nga të gjitha anët, pastrimin e disa dembelave, pastrimin e disa e vjedhësve, pastrimin e disa parazitave, pastrimin e disa hakerave, pastrimin e disa politikanëve, pastrimin ka një pafundësi, mendoj unë. Dhe çfarë do ndodh, do t'ja u them. Atë që mendoj unë, kujdes, nuk është se kjo është vetëm një teoria ime, sepse duke menduar se çfarë po ndodh nuk të zë gjuminatën, sepse vihet në diskutim puna, familja, vetvetja, shokët, miqt, vjen në diskutim, sepse thua dreqe e mori. Si u ka ta ndishu? Pse ka është futur ky ankth në mendjen time? Them unë, pse është futur ky ankth? Më përpara nuk kishte ky ankth. Sot është ky ankth në mendje. Pikërisht pra, sepse e ndjen mendja, ndjen njeriu që diçka e madhe po ndodh. Dhe ka filluar prej kohësh. Pra, duket si një reset global, por nuk është i krijuar nga njeriu, por nga diçka shumë më e madhe se sa njeriu. Në fakt, çdo gjë duket si ku po shkon në vendin e vet. E han edhe disa të tjerë që nuk kanë punë fare, normal, sepse si thuhet ndonjëherë me zbarit të njom, digjet edhe ai, me zbarit tha digjet edhe ai njomi. Por unë mendoj që do të ketë probleme të mëdha, sepse siç ju thash,
kjo do shkaktoj problem, sepse askush nuk e do që ta lë fronin, karriken, paran, emrin, dhe do ketë lëvizje të mëdha. Shiko, nëse e pat një periudhë e vogël, që nga viti 2008 deri tani, qoftë me krizën që ishte llogaritur për mendimin tim dhe çdo gjë tjetër, ishte pastaj ajo që ndodhi që na mbylli 2 vjet, pra çdo gjë po ndodh dal nga dal dhe po e intensifikohet. Ju çfarë mendimi keni? Mund të jetë e vërtet kjo teori? Pra mundet që të jetë një program, si mund të quhet, por global, i bërë jo nga njerëzit, ose i shtytur nga diçka e madhe, ose nuk e di si ta them, sepse edhe sikur mos ketë diçka mbi natyrore. Dëgjoni, nëse njeriu ambientohet, mësohet me të njëjtin gjë, nëse shikoni vrasje në televizor, fillojnë pastaj vrasje të tjera, sepse në mendjen e njeriu është ajo vrasja dhe shtohet. Pra ka mendje shumë të dobta që bëjnë atë që shikojnë. Dhe kjo ndodh edhe në të gjitha fushat, dhe në këtë rast edhe në këtë që po ndodh, si ju thash, në këtë reseting global. Ju çfarë mendimi keni? Mund të jetë kështu? Sepse nëse është kështu, ata që kanë vendosur prej kohësh janë ende tani. Pra vazhdojnë akoma që të kenë kontrollin. Po thuaj një pjesë e madhe prej tyre. Dhe në qoftë se ata janë ende tani, do shikoni që shumë gjëra do të ndryshojnë dhe do përplasen me pjesën tjetër, dhe kjo do krijojë kaos të madh. Pra në të gjitha fushat po flas, dhe nuk e din nëse kjo do ndodh brenda vitit 2030, po ma merr mendje se po. Kështu që në 3-4 vitet e ardhshme do ngrihet ai volumi, sipas mendimit tim. Megjithatë, kalofshi një ditë bukur, shpresoj mirë dhe pres komentet tuaja çfarë mendimi keni. Ditë mbar dhe punë të mbar.